Fakti që na nuk po mujmë me folë për çështje të rëndësishme për jetën tonë, apo jo. Fakti që ti për shembull sot s'po mundesh me folë që jetë e paguar energjinë elektrike shumë më shumë. E që duke e paguar energjinë elektrike shumë më shumë, ty s'po të mesin pastaj parë për çështje tjera që janë të rëndësishme për ty dhe familjen tonë, apo shkollimi i fëmijëve, shëndeti i fëmijëve, veshmbathja, ushqimi më i mirë. Që kjo është ka e dëmton Kosovën. Dhe pse pa e bën Albin Kurti to? Çka nëse të e bë me mbrojt skemën korruptive të energjisë elektrike? Çka nëse Albin Kurti është të e mbrojt? Po, kemi Vukhamovićin. Ne kemi folë këto. Është i kapun prej mafisë energjetike sërbe. Dhe kjo për mua është alarmante. Pse po më vendos ti bariera që na si shtet mos me mujt me luftu varësinë që po na krijohet për Vukhamovićit? Pse po më vendos bariera? Kon jetë të e mbrojt, vëlla, kallca. O, Visaru në kam raportu, kam shkru, që ditën që Martin Berishaj e ka marrë shtetësin me dekret të Vjosa Osmanit, ditën, janë me data. Shikusit mund t'i gjejnë në paparaci këto shkrime, këto ulumtime të Erosit, ku jam edhe unë bashkëautor, 56.000 euro që atë ditë i ka ndalë llogari nga Beogradi Martin Berishaj në Prishtinë. Pse ky njeri është kaq i mbrojtur për Albin Kurtit? Pse ky njeri është kaq i ledhatun për Albin Kurtit? Mos mund të jetë i kapun nga Martin Berishaj? Sepse 1,5 milion kur i ke tërhiq ti kesh nga llogaria bankare në Prishtinë, dikun i ke çu ato. Unë nuk besoj që Martin Berisha i ka çu për ndaj farë investimi, apo me harxhu kafeve, diku i ka çu ato. Mbase është dashur me nda me diko. Mbase kjo tërheqje është pjesë e fitimit të dikujt tjetër. Sepse është dashur kesh edhe mi dorëzu dikun. Koha, hetimet, unë besoj që do ta dëshmojnë një gjë të tillë, do ta dëshmojnë rolin e Albin Kurtit, për cilin unë flas vazhdimisht dhe të bashkëshortes e tij në energji, dhe do ta shohim një Kosovë e cila për këto 5 vjet në pushtet, po edhe nga koha kur ishte në opozit, ka godit secilin projekt energjetik që me sjell Kosovën në varësi të Vukhamovićit. Si ka mundësi, Visar, që edhe ti, edhe unë, edhe plot njerëz, nuk po arrim me i bind të gjithë njerëzit, të gjithë, se që kjo është skemë mafioze, kriminale, që Albin Kurti nuk është patriot, si që shitet, që është i korruptum, si që dëshmuam javën e kaluar, me aktakuzën e Rëzit Hajdarit, kur zhvillohej negociata korruptive në bukë dhe zemër, dhe ndërkohë paguheshin faturat nga zyra e kryeministrit, që ky njeri sundimin e ligjit e ka vetëm retorik ose mendon sipas mënyrës së tij, që arsimin nuk e do, përkundrazi do që të jetë niveli sa më i ulët në mënyrë që njerëzit mos të kenë vetëdije ose ngritje intelektuale të mjaftueshme për ta kundërshtuar, për ta kuptuar se çfarë është po, që skemat sociale ky ka varfënim në mënyrë që t'i kontrolloj pastaj. Pse s'po arrim ne ende, jo vetëm ne, që ne flasim ma shumë se sa liderët e partive politike në media, se jemi të mediave, po edhe opozita me i bindë se që kjo rrugë është gabim, apo me shtru si çështje, si pyetje për ty, kur ko me arrit me dëshmu se që kjo rrugë është e gabume, një tjetër është ma e mirë.